Si do t'i bindi të rinj që familja nuk është një ide e vjetër, por një themel për të ardhmen? Pikërisht kjo që them më herët, do të thonë familja duhet të kultivojmë edhe më tepër edhe në vazhdim. Do të thonë mos konsiderimi për rinisë se familja nuk është baza e një shoqërie të mirë, nuk është duhet me ecën trend me kohën, me gjëra të tjera. Kjo është një politikë individualiste e cila ka filluar në vitet e fundit të 60-ta, fillimit të 70-tave në disa vende perëndimore, por që ka rezultuar e dështuar dhe sot vazhdimisht flitet për rolin e familjes në shumë institucione të ndryshme. Kjo lidhet me raportin e prindve dhe të fëmijëve të tyre. Do të thonë nuk është familja një qendër e rehabilitimit ku sa po të rritesh ti edhe kalon e largohesh për aty dhe ke kry obligimin. E ke kry shkollën fillore 8 vjeçare dhe mo nuk kthehesh te ajo shkollë. E ke kry shkollën mesme dhe nuk kthehesh mo te ajo shkollë. Familja është strumbullari i të gjithë neve, qofshin të ri apo të vjetër. Si duhet me kultivu këto të rinia? Këtu është pastaj obligimi dhe përgjegjësitë e politikave ditore të cilat i merr një qeveri. Sepse pikërisht mos angazhimi ose duke fillu prej moshës së re, mos angazhimi i qeverisë në mbrojtjen, në rujtjen e familjes dhe kultivimin e saj, rinia pastaj zhvillohet në një mënyrë se ai mundet me mbijetu edhe pa familjen. Ai mbijeton, por pa vlerat të cilat ai kish mujt me pas me familjen. Nëse më lejon gjatë si deputet në Parlamentin e Kosovës, kam qenë kryetari Komisionit Qeveritar për Liritë Fetare në Kosovë. Dhe jemi mundu me marrë disa modele në disa shtete evropiane për me implementu në Kosovë. Dhe ne kemi shku në disa shtete. Adin që shqetësimi kryesor në takimet që i kemi pas, madje me zyrtar të kishave zyrtare në shtetet, për shembull në Austri dhe në Belgjik, dy shembull po i marr. Në Austri për shembull në kishën qendrore në Vjenë kur u takum, shqetësimi i tyre kryesor ishte se në shkolla ku jepet edhe edukata fetare për të gjitha besimet, ai thoshte që kemi rreth 10% të prindve të cilët nuk po duan që fëmijët të mësojnë edukatë fetare në shkollë, sepse atje është sistemi që në javën e parë të mësimit ti deklarosh apo dën fëmijën yt me mësu edukatë fetare në shkollë apo jo dhe tregon cilit besim ke dhe shkolla pastaj e gjen priftin ose hoxhën ose priftin për atë orën mësimore të lëndës fetare. Dhe ata shqetësoheshin pse ky 10% nuk po dëshiron. Dhe më thonë, ky është shqetësimi i tyre, sepse edukata fetare pastaj është një element shumë i rëndësishëm për ndërtimin e një familje të shëndosh dhe pastaj familja shëndosh do të jap rini të shëndosh. Rasti tjetër ishte në Belgjik, kur zyrtari i peshkve i kishës katolike të Brukselit, sepse Brukseli kishte një status të veçantë edhe në aspektin e organizimit të peshkvive të kishtar atje. Ata ne kemi pas një shqetësim ta këto vitet me politikantë e ri. Domethënë, politikantë e vjetër, deputetët e vjetër nuk e kanë penguar edukatën fetare në shkolla, por gjeneratat e reja, instalimi i grupeve majtiste, ateiste, kanë ndikuar që ata të propozojnë një ligj që ndalon edukatën fetare në shkolla. Ne jemi organizuar, i peshkve, jemi organizuar si kish dhe kemi njoftu komplet familjet të cilët i kemi antar të kishës dhe kemi bën një peticion ku i kemi marrë se di sa ka 200-300.000 nënshkrime dhe i kemi dërguar në parlament dhe i kemi thënë mos gaboni me ndryshu dhe për shkak të nënshkrimeve aq të shumta që kanë marrë për me ndaluar edukatën në shkolla, ligji nuk ka kalu dhe kanë shpëtuar prej asaj rasti. Por domethënë shtimi i rrymave, grupeve majtiste në perëndim ka ndikuar dhe ka ndikuar edhe në të ardhmen që individualizmi, ateizmi, materializmi të ketë ndikim te individi dhe njeriu ta shef zhvillimin e tij vetëm në anën e tij personale dhe jo në aspektin edhe shoqëror dhe familjar.